Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të magazinës informative 21 drejt për drejt. Ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu para mediave ka treguar se nuk do të jetë kandidate por presidente. Haxhiu tutje ka shtuar se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve do të ketë takime me partitë politike për të arritur konsensus për zgjedhjen e presidentit. Për çështjen e presidentit, nuk ka synoni që të bëni marrëveshje. Le të presim një herë që të ndodhë certifikimi i rezultateve. Dhe pastaj pas certifikimit të rezultateve, natyrisht që do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që ta gjejmë një konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi i Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5 vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës. A mendoni se keni të drejtë kushtetuese ta mandatoni për kryeministër? Le ta konstituojmë Kuvendin, le ta zgjedhim qeverinë dhe menjëherë pas konstituimit të Kuvendit, kryetari i ri i Kuvendit, kryetare e re e Kuvendit, kushdo që do të jetë ai apo ajo, do të ketë të drejtën kushtetuese që ta mandatoj kandidatin për kryeministër të vendit. Zonja Haxhiu, sa i përket samitit që do bëhet NATO-ja me Turqinë, Kosova nuk ka marrë akoma ftesë, pritet që Kosova të merr ftesë. Për çfarë summit? Samiti që do mbaj NATO-ja me Turqinë. Ende jemi duke marrë informacione për këtë, natyrisht ju lutem që të pyesni me shkrim institucionet kompetente dhe do t'ju përgjigjemi. A jeni kandidate për presidente? Jo, nuk do të jem kandidate për presidente. Avokati Ardian Bajraktari për Radio Televizionin 21 ka deklaruar se ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu ka të drejtë kushtetuese ta mandatoj kandidatin për kryeministër. Ai tutje ka shtuar se nuk përjashtohet mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të reja gjatë këtij viti, por tha se shpreson që klasa politike ta ketë marrë mesazhin e qartë. Jemi përpara formimit të institucioneve, ndonë se janë certifikuar ende rezultatet, por dihen ulset në kuvend se secila parti kush sa ka fituar deputet. Mbi këtë bazë mund të fillohet për negociata për arritjen e një marrëveshje politike fillimisht. Natyrisht është e nevojshme, është e domosdoshme me theks veçantë për sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit ose presidentes së vendit, sepse siç dihet, nevojitet një konsensus, një kompromis nga ana e subjekteve politike për të siguruar numrin e nevojshëm dhe të domosdoshëm. Madje unë vlerësoj që një marrëveshje e tillë do të ishte mirë edhe për qeverinë, për faktin se pavarësisht që subjekti politik fitues përkatësisht lëvizjeve të vendosur me komunitetet jo shumicë dhe jo serbe mund të krijojë qeverinë, megjithatë bazuar në disa aspekte jashtëzakonisht të rëndësishme, detyrimet ndërkombëtare dhe nevojën dhe domosdoshmërinë për ta pasur një qeveri sa më funksionale, përfshirë edhe më kompetente, besoj që do të ishte e nevojshme dhe domosdoshme një marrëveshje që do të siguronte një numër më të madh të deputetëve që do ta mbështesnin qeverinë e re. Në këtë katraur po e quajmë kështu të gati të pakuptim se çfarë po ndodh, paktën për opinionin publik, sa i përket afateve kushtetuese. Sipas kushtetutës duhet të konstituohet kuvendi, por ka një afat kushtetues edhe për konstituimin e kuvendit. Pastaj për të kaluar të zgjedhja e qeverisë dhe tek zgjedhja e presidentit. Mund të zëm të gjitha këto afate kushtetuese apo rrezikojmë zgjedhje? E gjitha varet prej vullnetit dhe gatishmërisë së subjekteve politike, filluar nga fituesi i zgjedhjeve, se sa do të jenë të gatshëm ta kuptojnë fillimisht mesazhin e qytetarëve të dhënë zgjedhjet e fundit, për faktin se me abstenim të një numri të konsiderueshëm të qytetarëve, natyrisht që ata shprehen në bindjen time edhe mos pajtim në raport me situatën politike. Sa i përket çështjes së afateve, besoj që me këtë ritëm që po shkon procesi i përfundimit të rezultatet dhe publikimit përkatësisht certifikimit të tyre, besoj që ka fillimi i korrekut do të mund të kemi certifikim të rezultateve prej nga ku fillon me rrjedh edhe afati për ftesën përkatësisht konstituimin e kuvendit, sepse përveç që duhet më uftu seanca konstituive brenda afatit prej 30 ditësh nga momenti i certifikimit të rezultateve, tashmë gjykata kushtetuese e ka interpretuar edhe në drejtim të asaj që duhet më konstituu kuvendi, që në kupton më zgjedh edhe kryetarit dhe 5 nënkryetarit sipas kushtetutës dhe rregullorës së punës së kuvendit.
E nga ky moment pastaj fillojnë me rrjedh edhe detyrimet të tjera, filluar nga çështja e zgjedhjes së presidentit ose presidentes, e cila duhet të bëhet jo më vonë se 60 ditë nga momenti i konstituimit të kuvendit, por njëkohësisht edhe zgjedhja e qeverisë në konsultim natyrisht ushtruesja e detyrës së presidentit në rastin konkret, në konsultim me subjektin politik për ta marrur mandatarin, i cili pastaj natyrisht që ka detyrim që brenda afatit prej 15 ditësh nga momenti kur ai do të mandatohet që ta bëj publike dhe të kërkojë mbështetjen e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Krejt këto, për ta sqaruar kompetencën e ushtruesës së detyrës së presidentes, të cilës së paku rreth 3 muaj i kanë mbetur mandat në këtë detyrë. Ka të drejtë të i lëvizë të gjitha këto vendime kushtetuese, sa i përket mandatarit, sa i përket thirrjes së seancës konstituive e gjërave të tjera që ndërlidhen me formimin e institucioneve. Fillimisht duhet sqaruar që ushtruesi i detyrës së presidentit lidhet me funksionin bazë që në rastin konkret ka kryetari si kryetare e kuvendit. Me zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së re, me automatizëm ai, ose ajo do ta ushtrojë funksionin përkatësisht detyrën e presidentit të vendit, e sipas interpretimeve, por edhe sipas kushtetutës, deri në këtë moment ushtruesi i detyrës së presidentit nuk ka ndonjë kufizim në ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të tij ose saj kushtetuese, në kuadër të cilave natyrisht që hyn edhe çështja e mandatimit të kryeministrit të ri. Se si do të rrjedhin këto procese mbetet për të parë në rast se eventualisht do të prodhohet ose do të shkojë në gjykatë kushtetuese ndonjë rast për interpretim, mirë po deri më tash, sipas kushtetutës dhe interpretimeve jo të pakta, siç dihet, të gjykatës kushtetuese, nuk ka ndonjë kufizim ushtruesi i detyrës së presidentit për të ndërmarrë veprime të tilla. Jo, sheni rrezik për zgjedhje bazuar në kalkulimet politike apo në zvarritjet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuptimin që nuk u konstitu kuvendi me vonesë, zgjedhja e presidentit hasi në vështirësi dhe e çoi vendin në zgjedhje. Tani në këtë situatë, në këtë vit, mund të ketë zgjedhje? Natyrisht që përjashtohet mundësia, mirë po megjithatë ne urojmë dhe shpresojmë që klasa politike filluar nga fituesi i zgjedhjeve ta ketë marrë mesazhin e qartë se kjo është veprim i patelurueshëm dhe si e tillë duhet të funksionojnë mbi bazën e konsensusit, kompromisit si thelbe dhe bazament i funksionimit demokratik dhe institucional, të cilin natyrisht që e ka përcaktuar edhe gjykata kushtetuese në interpretimet e saj. Antarja e kryesis së lëvizjes vetëvendosja Erbëriena Gafci ka deklaruar se presin ndonjë kandidat jo partijak për president, të cilët do të ishin më unifikues dhe do të ushtronin me kompetencë e përgjegjësi pozicionin e tyre. Në Gafci pasi mori pjesë në ngjarjen kushtuar 90 vjetorit të lindjes së Recep Qosjes, tha se do të shmangi një krizë të re e që do të funksionalizojnë institucionet dhe të vazhdojnë me detyrat të cilat janë me rëndësi për qytetarët. Ne i presim që të kemi një kandidate konsensuale, jo partijak, jo partijake, të cilët do të ushtronin besoj edhe me kompetencë përgjithësi pozitën e tyre dhe rolin unifikues që ju jep edhe kushtetuta. Nuk do të kisha dashur të flisja me emra të përvetshëm. Është për mua personalisht, është pak absurde që një person cili do të qoftaj, i cili ka folur fjalë të pavërteta, gjëra të cilat i dinë edhe vetë që nuk qëndrojnë për kryeministrin Kurti, tashmë të kërkojnë që të marrin mbështetjen e kryeministrit Kurti. Kjo tregon shumë edhe për atë që ka ndodhur përpara, por edhe atë ku jemi tani, kështu që unë besoj edhe bëj thirrje që të gjenden disa emra konsensual, sepse besoj që Kosova ka mjaftueshëm burra gra me integritet, me etikë të lartë edhe personale edhe profesionale, të cilët do të bënin në mënyrë shumë të mirë pozitën e presidentit. Pra, duhet larguar, unë nuk mund të flas sot në emër të lëvizjes me emra të përvetshëm, por atë që mund të them është koha që të mendojmë për institucionet, të mendojmë se si dalim prej këtij gërçi politik, edhe të lëmë anash vetëm ambicjet edhe interesat personale. Faleminderit.
Kosova gjendët para një sfidë të madhe për formimin e institucioneve qendrore, kuvendit, qeverisë dhe presidentit, por partitë politike nuk kanë dhënë qartësi nëse do të ketë bashkëpunim ndër partijak në këtë drejtim. Në muajin korrik është paralemruar certifikimi rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, i cili i hap rrugë rrjedhës së afateve kushtetuese për formimin e institucioneve. Najmi Akaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka afat 30 ditë pas certifikimit të rezultateve që ta thras seancën konstituive të kuvendit. Për të sqaruar afatet kushtetuese, do të thotë ka interpretime që duhet zgjedhet presidenti i pari si prioritet për shkak ngërçit politik, pastaj sipas kushtetutës i bie që proceduralisht të shkohet me konstituimin e kuvendit apo jo. Sheni, data 4 dhe 6 korrekt do të shënon kohën kur pritet të certifikohen rezultatet zgjedhore, dihet cilat janë afatet, brenda 30 ditëve nga data kur certifikohen ushtruesja e detyrës së presidentit duhet ta thras seancën konstituive, nëse ajo nuk e thret deputetët mbledhen vet, por besim që zonja Haxhiu do ta thras vet këtë seancë dhe atë do duhet ta bënte sa më shpejt, edhe dihet pse, për arsye që Kosova nga mungesa e institucioneve i ka pasur me pasoja të ndryshme, si nga ato financiare, politike, diplomatike dhe çështje të brendshme të sigurisë dhe deri tek çështjet që lidhen me jetën jetesës së qytetarëve të Republikës Kosovës. Në lidhje me pyetjen konkrete, konstituim i kuvendit, formim i qeverisë, ushtruesi i detyrës ka të drejtën e plot që ta thras partinë e parë, pra koalicionin që ka dalur i pari nga zgjedhjet e 7 qershorit, që ta nominoj kandidatin për kryeministër që pasaj ti rrjedh afate prej 15 ditëve. Ne konsiderojmë si këtë që çështja e formimit të qeverisë, pra thirrjes ose ftesës për partinë e parë që ta nominoj kandidatin për kryeministër dhe ta në lidhje me caktimin për çështjen e presidentit nuk janë të lidhura në mes veti. Për një arsye, sepse çështja e presidentit aktivizohet vetëm nëse ka vullnet politik nga partitë politike që të mblidhen kolektivisht 30 nënshkrime së paku për njërin kandidat dhe 30 së paku për tjetrin. Domethënë kjo do të mbetet vetëm në vullnetin e partive politike që të aktivizohet seanca. Në ndërkohë, ajo çka dihet që është detyrimisht afati për presidentin do të rrjedh nga dita kur konstituohet kuvendi i Kosovës, që është 60 ditë. Pra këtu ka detyrim, ndërkohë ka detyrim edhe ushtruesi i detyrës që menjëherë në një afat optimal, si më thënë brenda 2-3 ditëve ta ftoj partinë e parë, por zonja Haxhiu nuk ka ndonjë detyrim që të rrasë seancë për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Çështja e zgjedhjes së presidentit do të mbetet kryesisht në vullnetin e partive politike, respektivisht në një vullnet më të gjerë, në një solidaritet më të madh të partisë së parë që të ofrohet për bashkëpunim për të arritur një marrëveshje politike me partitë e tjera opozitare që ishin të legjislaturës së kaluar dhe kështu të mbrihet një marrëveshje politike e gjerë në mënyrë që të mos ketë probleme në zgjedhjen e presidentit të Kosovës, sepse mund të ketë situata ku zgjedhet kryetari i kuvendit, konstituohet kuvendi, zgjedhet qeveria, sepse gjatë vjen që do të ketë 61-2-3 vota zoti Kurti, por nuk do të ketë votat pas saj për zgjedhjen e presidentit, ashtu që shpritet që kanë qenë situata që nuk i ka pasur herave të kaluara dhe nuk pritet që do t'i ketë ndonjë parti politike. Kjo nuk dihet se mund të ndodhë që t'i marrë ndonjë parti politike 80 vota në ndonjë rast tjetër, por aktualisht nuk pritet që të ketë një parti politike ta zëm 80 votshin 2/3 e shumicës kuvend të Kosovës. Çka ndodh, sepse ne jemi dëshmitarë të asaj që është zvarritur shumë konstituimi i kuvendit. Ka pasur mosmarrëveshje, ka pasur blokadë politike. Çka ndodh nëse nuk konstituohet kuvendi zvarritet dhe i kalon afati ushtruesit së detyrës së presidentes? Sepse edhe rreth 3 muaj në tetor zonës Haxhiu do t'i përfundoj afati, do t'i përfundoj koha, do t'i konsumohet koha. Ne hym në një terren të cilin nuk e kemi pasur më herët, si këtë konsiderojmë që nuk do duhet të vijë deri te ajo kohë, por edhe nëse vije deri tek ai moment kur ka përcaktuar kushtetuta që 6 muaj mund ta ushtroj
një kryetar kuvendi pozitën e ushtruesit të detyrës, deri kur vjen deri tek ai moment do duhet të bëhej një zgjidhje politike. Tallëzëm në atë moment partitë politike do të mund të dakordohen që të qëndroj prap ai kryetar ose kryetari i ri i kuvendit në të njëjtën pozitë, pavarësisht pse kushtetuta nuk e lejon, por sepse tallëzëm kalon ky afat, ne shkojmë edhe në zgjedhjet e reja, kush do të jetë ai ose ajo ushtruese e detyrës së presidentit që thret mandatarin pastaj. Tash në rrethanat aktuale, edhe nëse nuk do të kishte një ushtrues detyre të presidentit pas tetorit, atëherë partitë politike do të mund të mbledheshin edhe vetë të dijë se cili është të ftohet seanca konstitutive dhe partitë politike të mirreshin vesh në kuptimin që është partia e parë, propozohet kandidati për kryeminist, po edhe në mungesë të ushtruesës së detyrës së presidentit. Por kjo nuk do të mund të bëjë problem, nuk do duhet të venim në situatën kur ne e konsumojmë këtë 6 muajshin, sepse edhe atë kohë kur është shkruar kushtetuta dhe kur është filluar, ideja ka qenë që partitë politike janë aq të vetëdijshme dhe të ndërgjegjshme që mos ta kalojnë hatin për 6 muaj. Kanë dëshmuar këtë shumë mirë. Po e dim, në konotacione negative. Ideja burim është mund kjo të është në një ideja. territor të pashkelur kushtetues apo interpretues kushtetues. Çfarë duhet ndodh? Nëse vetë që zvarritet, kem parë që ka pasur shumë mosmarrëveshje dhe janë zvarritur procedurat për zgjedhje. Që ne kemi kaluar në situata për të cilat barrën më të rëndë e ka pasur edhe ka përjetuar qytetari i Republikës Kosovës. Ne dim që në maj ishte inflacioni 6.8%. Dhe në situatën kur përfaqësuesi i popullit, ne si qytetar të rëndëm që i kemi dhënë besimin njerëzve përmena qeverisë, nuk është i zotit të qeverisë me vend, atëherë do duhet me pa modele të ndryshme se si qytetari ndeshkon ato parti politike që nuk e përkthejnë besimin që ne ua kemi dhënë përmes veprimeve konkrete. Do duhet me pa se si organizohet shoqëria civile, organizohet qytetari në nivel të Republikës, një zyrtar publik, një pensionist, një punëtor në sektorin privat në ndërtimtari, në situata ku organizohet edhe që vepron në përputhje me interesat edhe qëllimet për cilat ja beson një deputet të caktuar. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulen Agjiu ka thënë se çështja e gazit amerikan nuk është çështje e përgjigjeve po ose jo. Agjiu tha se për këtë temë është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivel të institucioneve përgjegjëse, teksa shtoi se Kosova asnjëherë nuk u ka thënë jo projekteve që janë në interes publik. Shini, sa i përket kësaj çështje, unë mendoj që a duhet Kosova ta pranojë apo jo gazin, nuk është çështje e përgjigjeve po ose jo. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivel të institucioneve përgjegjëse, në nivel të ekspertëve, në mënyrë që të diskutohet për përfitimet, për koston që ndërlidhet në raport me qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për aspekte tjera të cilat i takojnë ekspertëve të fushës që të merren me këto. Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po për temat të tilla duhet që të ketë diskutime serioze. Ne nuk ja kemi mbyll derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Rizvanolli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim. Prandaj le t'ia japim mundësinë institucioneve përgjegjëse që të japin përgjigjen finale për këtë. Në qoftë se Kosova, Republika e Kosovës sheh një zgjidhje tjetër si një zgjidhje më e mirë, atëherë pse duhet që të kritikohet dhe pse duhet që qeveria apo institucionet e Republikës së Kosovës të konsiderohen anti-amerikane. Institucionet e Republikës së Kosovës punojnë për interesat e qytetarëve dhe natyrisht mbështesin projekte që janë në favor të Republikës Kosovës dhe qytetarëve, mirë po kjo nuk ishte dashme u pasi anti-amerikanizëm. Dhe mendoj që me këtë çështje nuk po ndihmojmë as Republikës së Kosovës, por as partneritetit tonë.
Hapja e arkivave shtetërore, ushtarake dhe policore të Serbisë mbetët thelbësore për zbardhjen e fatit të rreth 1560 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Kështu tha në përmbylljen e projektit Shpalosja e së vërtetës, luftimi gazetarisë monoetnike dhe avokimi për personat e zhdukur në Kosovë. Presidentja në detyrë e Republikës Kosovës, Albolina Haxhiu, tha se rrëfimet e familjarëve të personave të zhdukur nuk përfundojnë me mbylljen e projektit, pasi ato vazhdojnë të jetojnë me mungesën dhe pritjen për përgjigje. Ajo theksoi se Serbia vazhdon të mbajë përgjegjësi të drejtë për drejtë për mungesën e informacioneve lidhur me personat e zhdukur. Për familjet e personave të zhdukur me dhunë, kjo është kërkesa e vetme, ta dinë ku janë më të dashurit e tyre. Përgjigje nuk ka, nga se Serbia ende i mban të mbyllura arkivat e saj ushtarake, policore dhe shtetërore. Ndaj në këtë proces Serbia mban përgjegjësi të drejtë për drejtë. Në ato arkiva mund të gjenden të dhëna për urdhra, për varime, zhvarime dhe vendodhje që familjet i presin prej më shumë se një qerek shekulli. Varezat masive të zbuluara në territorin e Serbisë e kanë bërë të qartë se fshehja e gjurmëve ka qenë e qëllimshme. Hapja e arkivave nuk mund të mbetet çështje e vullnetit të Beogradit. Partnerët ndërkombëtar duhet ta trajtojnë këtë si detyrim të qartë të Serbisë ndaj familjeve, ndaj Republikës së Kosovës, ndaj historisë son dhe ndaj së vërtetës. Rreth 1600 persona ende janë në listat e të pagjeturve dhe shpesh herë përmenden si numra dhe si statistika. Por dokumentarët e tillë shkojnë përtej statistikave duke na dhënë emrat, duke na dhënë fytyrat dhe rrëfimet për ta përmes zërave që kanë pritur shumë gjatë. Zëvendshefja në detyrë e Zyrës së Bashkimit Evropian të Kosovës, Eva Palatova, tha se mbështetja për drejtësinë tranzicionale dhe pajtimin mbetet pjesë e angazhimit afatgjatë të BE-s në Kosovë dhe rajon. Bashkimi Evropian ka mbështetur prej kohësh drejtësinë tranzicionale dhe pajtimin në të gjithë Ballkanin perëndimor, përfshirë Kosovën. Qasja jonë udhëhiqet nga parimi se këto procese duhen të jenë në pronësi vendore, gjithëpërfshirëse dhe të mbështetura në të drejtën ndërkombëtare. Shoqëria civile nuk mund ta mbajë e vetme këtë barë. Përparimi qëndrueshëm kërkon një angazhim më të fortë institucional dhe bashkim më të ngushtë me të. Trajtimi i trashëgimisë së kaluarës nuk ka të bëjë thjesht me kthimin e vështrimit prapa, ka të bëjë me krijimin e kushteve për një të ardhmen më paqësore, me gjithëpërfshirëse dhe me demokratike. Drejtësia për viktimat, përgjegjësia për autorët e krimeve dhe përgjigjet për familjet e personave të zhdukur nuk janë çështje opsionale. Ndërkohë, drejtoresha e BIRN Kosova, Jeta Gjara, tha se projekti ka përfshirë 80 intervistat realizuara në të gjithë Kosovën me mbi 200 orë material të dokumentuar për familjet e personave të zhdukur. Ajo tha se projekti kishte për synim dokumentimin e rrëfimeve të familjarëve dhe ruajtjen e kujtesës për personat e zhdukur, duke shkruar përtej mënyrës së zhdukjes së tyre dhe duke sjellë historitë e jetës së tyre për brezat e ardhshëm. Dhomat e specializuara të Kosovës muaj më parë ka njoftuar se trupi gjykues e ka zgjatur afatin për shpalljen e gjykimit deri më 20 korrik 2026, ndërsa kanë lënë të hapur mundësinë e një shtyerje tjetër, vetëm nëse kjo konsiderohet absolutisht e nevojshme. Gjykata ka rikujtuar se më 5 maj 2026 trupi gjykues nxori urdhër me të cilin afati për shpalljen e gjykimit u shty deri më 20 korrik. Gjykata ka theksuar se vendimi për një afat shtesë mbetet në diskrecionin e trupit gjykues, i cili vlerëson nëse rrethanat e rastit e bëjnë të domosdoshme një masë të tillë. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetari Kuvendit Kadri Veseli, ish kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi u arrestuan në nëntor 2020 dhe u transferuan në paraburgim në Hag, pasi u konfirmua akt akuza ndaj tyre nga dhomat e specializuara të Kosovës.
Ministria e Mbrojtjes ka sqaruar se Kosova nuk ka marrë ftesë për pjesëmarrje në samitin e NATO-s pasi nuk është shtet antar i aleancës dhe rrjedhimisht nuk merr pjesë në samite në cilësinë e antares. Sqarimi vjen pas raportimeve në media se Kosova nuk është ftuar në samitin e ardhshëm të NATO-s. Ministria e Mbrojtjes ka theksuar se edhe në rastet e mëparshme Kosova nuk ka pasur ftesë zyrtare për pjesëmarrje në samitin e NATO-s. Sipas ministrisë, edhe në të kaluarën Kosova nuk ka marrë pjesë në samitin e NATO-s si shtet pjesëmarrës, por se ftesat kanë qenë për aktivitetet të veçanta të organizuara në margjinat e samitit. Ministria ka sqaruar se samitet e NATO-s janë takime të krerëve të shteteve dhe qeverive të 32 vendeve antare të aleancës, si dhe të partnerëve të ftuar në raste të veçanta. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka shënuar 5 vjetorin e themelimit të saj, ku përfaqësues institucional dhe ndërkombëtar kanë vlerësuar punën dhe rolin e saj në forcimin e transparencës dhe mbrojtjes së të dhënave personale në Kosovë. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albolena Haxhiu tha se një shtet demokratik e trajton transparencën dhe privatësinë si dy garanci të domosdoshme, nga se sipas saj njëra e bën pushtetin të dukshëm e tjetra mbron qytetarin nga ndërhyrja e tij. Një shtet demokratik e trajton transparencën dhe privatësinë si dy garanci të domosdoshme, nga se njëra e bën pushtetin të dukshëm, ndërsa tjetra e mbron qytetarin nga ndërhyrja pa nevojshme në jetën e tij. Vetëm gjatë vitit 2025, agjencia ka pranuar mbi 1000 kërkesa, ka kryer qindra inspektime, siç u përmend edhe nga komisionerja, dhe ka trajtuar qindra pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm. E komisionerja për informim dhe privatësi, Krenare Sugojeva, tha se ngritja kapaciteteve ishte një nga objektiva që të realizohej e që rezultoi me mjera pjesëmarrës. Ngritja e kapaciteteve ishte njëra prej objektivave për gjatë 5 viteve, e që realizohej dhe që rezultonte në fakt me mira pjesëmarrës të trajnuar, qindra profesionistë të certifikuar ndërkombëtarisht dhe filluar nga sektori drejtësisë, ku trajnuan bashkë me Akademinë e Drejtësisë, të cilët i falenderoj për bashkëpunimin, shumë gjyqtar, prokuror, zyrtar dhe inspektor policor, zyrtar të shërbimit korrektues. Filluam me ministrat, kryetarët e komunave, udhëheqësit e autoriteteve të pambarura, sekretar të përgjithshëm, drejtar e deri te zyrtarët e arkivës, për të siguruar që llogaridhënia institucionale nuk do të mbetej peng i mosnjohjes me detyrimet ligjore. Kurse drejtori i Agjencisë Kroate për mbrojtjen e të dhënave personale, Zdravko Vukić, tha se nga perspektiva e bordit të BE-s e vlerësojnë përkushtimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi në linjë me praktikat e BE-s. Nga perspektiva e Bordit të Bashkimit Evropian, ne vlerësojmë përkushtimin e autoritetit të mbrojtjes së të dhënave në linjë me praktikat e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira. Statusi vërtetues që ka Kosova është duke e gëzuar tani brenda kornizës së bordit. Është një njohje me rëndësi e përpjekjeve tuaja dhe ofron platformë të vlefshme për dialog, për bashkëpunim dhe shkëmbim të ekspertizave. Në një ambient digjital, autoritetet mbikëqyrëse janë bërë më të rëndësishme se kurrë. Për gjatë viteve, institucionet tona kanë shkëmbyer dituri, përvoja dhe praktika të mira. Ne kemi mësuar nga njëra tjetra dhe kemi punuar bashkë që të forcohemi. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka bërë të ditur se ky institucion është duke pritur përfundimin e shqyrtimit të ankesave dhe vendimarrjen e institucioneve kompetente para se të procedojë me shpalljen e rezultateve përfundimtare të procesit zgjedhor të 7 qershorit për Kuvendin e Kosovës. Sipas Elezit, KQZ do të veprojë në përputhje me vendimet që dalin nga instancat përkatëse në rast se ato përmbajnë obligime konkrete për zbatim nga ana e institucionit zgjedhor. Ai ka theksuar po ashtu se shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll plotësisht procesin zgjedhor, pasi subjektet politike dhe palët e tjera
kanë të drejtë ankese edhe ndaj këtij hapi. Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu e Qëndrim Kryeziu, janë ankuar në Gjykatën Supreme për të kërkuar rinumërim të plotë të votave të kandidatëve të kësaj partie. Zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar një sër mangësish dhe shkeljesh në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural gjatë auditimit të pajtueshmërisë për vitin 2025. Sipas raportit të auditimit, Ministria nuk kishte hartuar dhe miratuar programin vjetor për grante për vitin 2025, ndonse kjo kërkohet me legjislacionin në fuqi. Auditorët vlerësojnë se mungesa e programit rrit rrezikun e shpërndarjes jo efikase dhe jo transparente të fondeve publike, si dhe krijon pasiguri për fermerët dhe përfituesit potencial të mbështetjes financiare. Raporti evidenton gjithashtu mangësi në publikimin e listave të përfituesve të pagesave direkte dhe granteve nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. Sipas gjetjeve, nuk janë publikuar disa lista të përfituesve, ndërsa në lista të tjera mungonin emrat e disa përfituesve, duke cënuar transparencën dhe llogaridhënien në shpenzimin e mjeteve buxhetore. Sipas raportit, në 6 raste të identifikuara, pagesat janë ekzekutuar me vonesa që variojnë nga 2 deri në 84 ditë pas afatit të përcaktuar. Ndërtimet pa lejet, uzurpimi hapësirave publike dhe shkeljet urbanistike vazhdojnë të mbetën ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet kryeqyteti. Përderisa qyteti po zgjerohet me ritme të shpejta, institucionet komunale po përballen me kërkesën për të garantuar rend, ligjshmëri dhe mbrojtje të interesit publik, cilat janë rezultatet e deritanishme të inspektoratit, sa efektive kanë qenë aksionet kundër ndërtimeve pa leje dhe çfarë po bëhet për lirimin e pronave publike nga uzurpatorët. Për këto dhe temat të tjera, kolegja Antigona Buçani ka biseduar me Bekim Brestovcin, drejtor i inspekcionit në komunën e Prishtinës. Se rastet e ndërtimeve pa leje janë evidentuar në vitin e fundit? Tash, me të thënë të drejtën, statistikisht nuk kam në një shifër para vetës, mirë po është bukur një numër i rasteve të evidentuara, të cilat kanë tentu për të fillu punime pa leje ndërtimore, si zakonisht mirën fillimisht vendimet për ndërprerjet atyre punime, gjë që edhe një numër i madh i tyre kanë respektu dhe kanë apliku pastaj në urbanizëm për të pajisur me leje ndërtimore. Kemi edhe disa raste kur nuk e kanë respektu urdhrin e parë të inspektorit për ndërprerjet punimeve, kanë vazhdu me punime, kështu që pastaj kemi qenë të detyruar që të nxjerrim vendimet për rënim dhe mbas skadimit të masave juridike, si e drejt e palës, do të thotë për të drejtu Komisionit të Ankesave një afat ankimor prej 15 ditëve, disa prej këtyre objekteve tani më veç janë në rënim, disa të tjera janë me ordresë rënimi dhe pritet vetëm ekzekutimi i tyre ditëve, javëve në vijim. Cilat janë pjesë më problematike të cilat bëjnë ndërtime pa leje? Po tash fatbarësisht në zonat e brendshme të kryeqytetit kemi raste tepër të rralla, siç duket edhe vedia e njerëzve është ngritur edhe po i shohin tani intervenimet e inspektoriatit dhe nuk po i lejojnë vetës një gjë të tillë. Raste pak më shpeshta kemi në lagjet periferike të Prishtinës, sepse siç duket atje akoma ekziston një bindje që jo domosdoshmërisht duhet të ketë një leje ndërtimore. A keni ndonjë numër sa prej tyre janë xhobitur? Po tash çdo vendim i cili nxirret për ndërprerje të punimeve të një ndërtimi pa leje, natyrisht që me automatizëm shoqërohet edhe me një kallëzim penal. Numrin, po e them edhe një herë saktësisht nuk e di, po për çdo rast mundemi edhe me shkrim ju dërgu evidencën, sepse çdo vendim i ndërprerjes punimeve, çdo vendim i rënimit, çdo urdhër ekzekutimi natyrisht që është në databazën tonë. Po të kafeterit, sa prej kafeterive janë që operojnë në vende publike? Ka numër të madh në kryeqytet, numerikisht janë qindra prej lokaleve afariste të cilat e shfrytëzojnë edhe të drejtën e shfrytëzimit të hapësirës publike. Kjo bëhet me një leje të veçantë prej Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ka leje të cilat
pronarët e lokaleve i posedojnë për sezonin dimror dhe për sezonin veror, do thotë janë dy leje të veçanta. Dhe ne pastaj në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Publik natyrisht që dalim edhe inspektojmë këto lokale që fillimisht ajo duke e shfrytzuar vetëm atë hapësirë për cilën kanë pëlqim dhe paguajnë, sepse paguhet një tarifë në Drejtorinë e Shërbimit Publik, po ka ndoshta nganjëherë edhe të tilla që duhet me i zgju prej gjumit, sepse po mos shkojnë inspektorët, natyrisht që nuk e kryejnë obligimin e tyre ndaj komunës, që është pagesa detyrimore. Që ka vetëm gjoba, po natyrisht ata që brenda afatit të përcaktuar prej inspektorit që është i menjëhershëm, nuk shkojnë dhe nuk e bëjnë kërkesën, nuk pajisen me pëlqim prej Drejtorisë së Shërbimit Publik, natyrisht që i hiqet e drejta për ta shfrytzuar hapësirën publike. Gjatë orarit të natës në fakt kemi një rregullore e cila rregullon këtë çështje, e cila ka pak ndryshim prej ligjit për zhurmën, sepse ligji për zhurmën e lejon zhurmën deri në ora 22, ndërsa me rregullore komunale në pjesën e gastronomisë lejohet zhurma deri në ora 22 të natës, deri në ora 24 të natës, mirë po ka edhe leje specifike, të cilat një kategori e caktuar e lokaleve është e përcaktuar edhe në rregullorën për zhurmën, mund pastaj me atë lejen specifike ta vazhdoj ushtrimin e veprimtarisë deri në ora 3 të mëngjesit, përkatësisht në sezonin veror deri në ora 5 të mëngjesit. Mirë po domosdoshmëri për këtë është që prodhimi i zhurmës të mos i tejkaloj 5 decibel. Do thotë është gjithçka e definuar në rregullore që në fakt për çdo shkelje të saj ka gjoba, po edhe mund të tërhiqet pastaj edhe licenca për ushtrimin e asaj veprimtarie mbas orës e cila është e përcaktuar me ligjin për zhurmën. Sa depot e mbeturinë Avenirte janë evidentuar këtë kohën e fundit? Kemi pas një fatkeqësi e cila na ka shoqëruar që shumë vite që qytetarët e kryeqytetit Prishtinës nuk kanë pas që ku t'i hudhin mbeturinat, mbetjet ndërtimore, por edhe ato vëllimore. Tani më kemi bërë 2 zgjidhje. Komuna e Prishtinës ka caktuar një lokacion ku mund të hudhen mbetjet vëllimore, por edhe ka krijuar një mundësi për qytetarët, të cilët në çdo kohë kanë mundësi me e kontaktu kompaninë pastrimi, me e bërë me ta një takim, një termin për marrjen e mbetjeve vëllimore dhe ata pastaj me shku me kamionetin e tyre dhe para shtëpisë të tyre me i grumbullu ato mbetje dhe me i dërgu në një pikë transferi të cilën tani e ka vu Komuna e Prishtinës në dispozicion. Kjo sado pak e ka zbut problematikën të cilën e kemi pas me mbetjet vëllimore dhe sado pak i ka dhënë qytetarit një mundësi për të sjellur dinjitetshëm me këtë kategori të mbetjeve, edhe pse po besoj që duhet bëhet akoma më shumë në sensibilizimin e popullatës, sepse ndjeshmëria ime është jo qytetare din tani më që ekziston kjo mundësi. Në anën tjetër e dëgjova mbram edhe një lajm të mirë që kishte të bënte me Ministrinë e Ambientit dhe me deponinë qendrore e cila menaxhohet prej nivelit qendror, që ata tani më për herë të parë kanë filluar të pranojnë mbetjet ndërtimore, sepse deri më tani deponia ka pranuar mbetje ndërtimore vetëm për nevojat e tyre, kur ka pas nevojë brenda rrethojës për ta rregulluar ndonjë rrugë apo më mirë themi për ta zhavëruar, por nuk i kanë marrë në masën për cilën kanë pasur nevojë qytetarët. Kështu që dje pas një vendim të ministrës që tani e tutje do ketë mundësi që edhe në Mirash, në deponinë e Mirashit, mbetjet ndërtimore të hudhen. Kështu që po besoj që kjo ka me kriju sado pak lehtësira për qytetarët, një mundësi të mirë për qytetarët, po edhe neve pak a shumë na lehtësu punën, sepse deri më tani edhe nëse i kemi xhobitur qytetarët të cilët kanë hudhur mbeturina në mënyrë ilegale, fatkeqësisht nuk kemi pas që ku t'i orientojmë ata, që ku duhet hudhen mbeturina, ndërsa tani ekziston kjo mundësi. Kemi pasur javët të fundit kanë qenë edhe të publikume, edhe në faqen e kryeqytetit edhe të inspektoriatit, raste thujase çdo 2-3 ditë që kemi taku dikon duke hudhur mbeturina në mënyrë ilegale, të gjitha ata janë xhobit dhe do vazhdojmë tutje me xhobat nëse dikush tani më nuk e respekton mundësinë e cila është dhënë qoftë për grumbullimin e mbetjeve ndërtimore, qoftë të atyre vëllimore. A i monitorojnë me kamera apo në çfarë forme? Jo, ne nuk kemi monitorim me kamera si inspekcion, natyrisht nëse Policia e Kosovës e cila është përgjegjëse për monitorimin e kamerave, na jep ndonjë sinjal, atëherë ne i marrim veprimet tona, po zakonisht ndodh që qytetarët i lajmërojnë. Kjo është një lehtësi e madhe për neve, andaj ju kisha bërë apel të gjithë qytetarëve që çdo dukuri negative të cilët e shohin që përmes qendrës së thirrjeve pastaj t'i drejtojnë inspekcionit, sepse do na lehtësonte shumë punën për evidentimin e tyre në mënyrë sa më të lehtë dhe sa më të shpejtë.
Mbi 1567 ankesat të konsumatorve janë trajtuar në 6 mujorin e parë nga Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Numri më i madh i ankesave ka të bëjë me problemet që lidhen me keq llogaritjet e orës në njësorët elektrik, garancionin dhe kthimin e mallit, mospërputjen e çmimeve, raft ark në përmarkete me blerjet online dhe mos dorëzimin e produkteve sipas përshkrimit të ofruar. Ministria e Tregtisë ka njoftuar se ka gjobitur edhe me 25.000 euro ketsin për shkak se janë hasur edhe 5 njësor të rrymës me afat të skaduar të verifikimit. Zyra e Regulatorit për Energji pati paralajmëruar se konsumatorët që vërtetohet se janë dëmtuar nga devijimi i orës do të kompensohen plotësisht. Teksa temperaturat vazhdojnë të rritën, qytetarët po gjejnë mënyra të ndryshme për të freskuar dhe për të mbrojtur nga inxeti. Mjekët rekomandojnë konsumimin e sa më shumë lëngjeve, ushqim të shëndetshëm dhe shmangjen e ekspozimit në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës. Qytetarët kanë nisur të kërkojnë mënyra për të mbrojtur nga temperaturat e larta që kanë përfshirë Kosovën ditëve të fundit. Megjithse moti nxehtë po vazhdon, shumë prej tyre thonë se situata mbetet e menaxhueshme dhe se po përpiqen të shmangin ekspozimin e gjatë në diell. Po tash temperaturat e larta janë diçka domethënë që kanë përfshirë pjesë më të madhe shumë herë të Evropës, domethënë Anglia, domethënë s'kan pasur Francë, pra shumë larta. Edhe si duke ke valën nxehtë vjen edhe ka hna. Po menaxhimi është vetëm të mos ekspozohemi shumë, sidomos ata që janë moshatarë fëmijë mbi 60 vjet. Atë kemi ujë me vete. Këtë sistem po shkoj. Me kena pritë të ditë se deri tash shkon kohë jo stabile, kohë e ftoftë në Romia me gjithë tash mirë. Këto ditë mosha e vjetër fëmija, në rinia shumë të vogël, do të mërujt pak vetin. Mesi ditës është i ranë. Kisha preferu që tek fëmijët dhe të shtyrët në moshë janë të kujdesshëm. Nuk jam aq ai i shtyrë në moshën, po megjithatë mbahem disi. Shembull, kurse tani mesin e platos këtu, mbajnë nga hijet nga pak dhe kështu për shëndetin. Mjeku Rushit Ismaili u bën thirrje qytetarëve që gjatë kësaj periudhe të ushqehen shëndetshëm, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të shmangin daljet gjatë orëve kur temperaturat janë më të larta. Duhet që të marrim sasi të mjaftueshme të lëngjeve. Kur flas për lëngje, flas për ujin e pastër, për çaj, për supa të shëndetshme edhe të përgatitura me kujdes, jo për lëngjet e gazuara, jo për Red Bull, jo për lëngjet e sheqerosura. Sipas Ismailit, nga qendra kryesore e mjekësisë familjare, kategoritë më të rrezikuara nga temperaturat e larta janë foshnjat, gratë shtatzëna dhe personat e moshuar. Ajo që mund të shkaktojë është në raste ekstreme që të humbasin vidijen ose livanosin, mirë po rastet më të shpeshta që kërkojnë ndihmë tek ne janë personat të cilët kanë vjellje, marramendje, ndoshta problem pastaj me tensionin e gjakut edhe shenja të humbjes së lëngjeve, po në mënyrë të veçantë foshnjat, fëmijët të vegjël, pastaj edhe gratë shtatzëna do të kenë kujdes të shtuar. Ndoshta të moshuarit, sidomos ata që kanë edhe probleme kronike si hipertension, diabet, probleme të frymarrjes. Hidratimi i rregullt, ushqimi i shëndetshëm dhe shmangja e qëndrimit në diell gjatë orëve të pikut mbetën masat kryesore për të përballuar valën e të nxehtit. Si dëshmi kombëtare, shqiptare e të gjitha kohrave, u kujtua akademik Recep Qosja në ligjëratën kushtuar 90 vjetorit të lindjes së tij. Në ligjërat morën pjesë kryeministri në detyrë i vendit Albin Kurti, ministri në detyrë i arsimit Hajrullah Qeku, profesor, intelektual, student e familjar. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, tha se kultura shqiptare pa akademik Qosjen do të ishte më e varfër dhe pa një nga zërat më të guximshëm e më të thellë të mendimit kulturor e politik të Kosovës. Për të kuptuar më lehtë peshën e vërtetë të një personaliteti të përmasave që kishte profesor Qosja, do të duhet të imagjinonim për një çast se çfarë pamje do të kishte pasur letërsia, politika, publicistika dhe mendimi kulturore, artistik, shqiptar e në përgjithësi
e kultura shqiptare në Kosovë, në veçanti, pa figurën me përmasa kaq të shumta të tij. Kjo kulturë nuk do të ishte vetëm më e varfër, por do të ishte pa njërin nga shtyllat e panteonit kulturor shqiptar të shekullit 20 dhe të shekullit 21. Akademik Qosja testamentin e kishte lënë qysh në vitin 2016, ku kishte kërkuar që nipi të kujdesej për varrosjen e tij. Kështu tha në testamentin që e lexoi aktori Avni Dalipi. Qosja kishte thënë se varrimin donte ta bënte vetëm me familjar, pa fjalime e pa media dhe afër varrit të gruas së tij. I cili kujdes për jetën time dhe prej të cilit kërkoj që të kujdeset edhe për varrosjen time. Me qenë se kam jetuar duke besuar në mendimin shkencor, në ngritjen shpirtërore e në përparimin shoqëror që e bën të mundshëm ai, dua të jemi varrosur pa ritual fetar. Studenti i tij Ag Apolloni e konsideroi Qosjen si figurë unike të kombit shqiptar. Kritikët e huaj e kanë gjuajtur Volteri i Ballkanit dhe Kafka i lindjes. Disa kritikë shqiptar e kanë konsideruar si kritikun më të madh shqiptar. Robert Elsi e konsideronte si njërin ndër kritikët më të mëdhenj të Ballkanit. Ismail Kadare e çmonte si shkrimtarin më të madh shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë shtetërore. Ibrahim Rugova thoshte se Recep Qosja ka zgjidhur probleme vitale për letërsinë shqipe. Sabri Hamiti mendonte se Recep Qosja e ka shpëtuar letërsinë e Kosovës duke e përmbysur realizmin socialist që vinte nga Shqipëria, ndërsa Adi Aliu që çuditej se si ka mundësi që edhe librat kritik të Qosjes lexoheshin më shumë se romanet e autorëve të tjerë. Akademik Qosja vdiq më 23 prill 2026. Shikues të nderuar, informacionet më të reja në edicionet tona të radhës dhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.